Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lusim së bashku me ju lutjen e mëngjesit. Sot Kisha Katolike feston Shën Matijen Apostull. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejton të më ndihmosh. levdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Mati pjestar në qetën e shejtruar të apostujve, me sa këshill të manitshëm nga fryma hynore u zgjodhe. Ishte larguar dishepulli, koptar me varje të zyb, mohues i dashurisë së Krishtit e i gradës në pozitë të lartë. Ja aty dashuria e Krishtit në lavdinë e atij kalon, me anë të gojës së Pjetrit, me short nga shpirti i shejt. Kushtuar kësaj detyre, dritën kombeve u zbulon, deri në vdekje i vendosur, me gjak Krishtin e dëshmon. Na je po i lumi apostull me zemra të gëzueshme të gatshme, çdo rrugë që të na caktoj shpirti i dhënës ta ndjekim. Trinis shejte i qof lavdia, që ne ndër viset të qiellit, na dhënë në për ty të ngjitemi, të këndojmë himne të amshueshme. Amen. Antifona e parë. Ky është urdhri im, duajeni njëri tjetrin sikur se unë ju desha juve. Aleluja. Psalmi 63. Shpirti e çëm për hyjin. O hyj im jeti, qysh në agim të kërkoj. Ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron mishi im, si toka shkret e that e pa ujë. Kështu erdha në shenjtërorën tënde, për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta. Buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim. Në përgjem, natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime. Prandaj do të prohoraz në hijen e krahëve të tu. Shpirti im u mbështet në ty, e gjethta jote më merr për dore. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ky është urdhri im, duajeni njëri tjetrin, sikur se unë ju desha juve. Aleluja. Antifona e dytë. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqtë e vet. Aleluja. Kënga e Danielit kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit, Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit, Zotin. Bekojeni o qiej, Zotin. Ujra që jeni për mbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diell e hën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o era, bekojeni Zotin. Zjarre nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Ves e brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshëra e borëra, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vegetima e re, bekojeni Zotin. Toka e bekovët Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lumejnë, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindsh e gjithçka lëviz në ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendet qiellit, bekojeni Zotin. Kafshët e egra shtëpiake, bekojeni Zotin. Bitë e njeriut, bekojeni Zotin.
Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Piftërinjtë e Zotit, bekojeni Zotin. Shërptorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtërve, bekojeni Zotin. Shetër e të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë atin e birin e shpirtin shejt. Ta lëvdojmë e të madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqtë e vet. Aleluja. Antifona 3. Ju jeni miqtë e mi nëse bëni çka ju urdhëroj unë, thot Zoti, aleluja. Psalmi 149, festa miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re. Këndoni lavdi në mbledhjen e shetërve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesit të vet. Bitë e Sionit t'i prorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle. Le t'i bien në nder të tij tupanit e citarës, sepse Zoti i kënaqet në popullin e vet. Të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi. Le të brorasin nga shtrojat e veta. E paqin lavdin e Zotit në gojë. E shpatën dy tesha në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për të dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretërit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar. Ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni çka ju urdhëroj unë, thot Zoti, aleluja. Leximi i shkurtër, Efesianëve kapitulli 2, rreshtat 19 deri në 22. Nuk jeni më të huaj e mërgjimtar, por jeni bashkëqytetar të shenjtërve dhe antarë të familjes së hyjit, të ndërtuar mbi themelin e vërtetë që janë apostujt e profetët, ku guri i këndit që mban gjithçka është vetë Jezusi Mesi. Në të mbar ndërtesa është e lidhur dhe rritet në tempull të shenjtë në Zotin. Në të edhe ju jeni bërë pjesë e ndërtesës së përbashkët, që të bëheni në shpirtin shejt banesë e hyjit. Përgjigje e shkurtër. I vure si udhëheqës në mes të popullit tënd, aleluja, aleluja. I vure si udhëheqës në mes të popullit tënd, aleluja, aleluja. Do të bëjnë që të kujtohet emri yt o Zot. Aleluja, aleluja. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shejt. I vure si udhëheqës në mes të popullit tënd, aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Njëri prej atyre që ishte me ne gjatë tërë kohës, derisa Zotria Jezus jetoi në mesin ton, të bëhet bashkë me ne dëshmitari i ngjalljes së tij. Aleluja. Kënga e Zakaris. Sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 68 deri në 79, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qof bekuar Zoti i hyj Izraelit, që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet. Sikurse e premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqeve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shejtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut,
në shenjtëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës sonë, E ti, o djalosh, do të quhesh profet I të Tejtë Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë e dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tonë në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. njëri prej atyre që ishte me ne gjatë tërë kohës, derisa Zotria Jezus jetoi në mesin ton, të bëhet bashkë me ne dëshmitar I ngjalljes së tij. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ne kemi trashëgimin qiellor prej apostujve. Ti falenderojmë Ati ton për të gjitha dhuratat e Tija dhe Ti brohorasim. Ty, o Zot, të lavdëron kori I apostujve. Të falimderit, o Zot, për tryezën e korpit dhe të gjakut, të cilën na e dhan apostujt. Ajo na forcon dhe na jep jetë, Ty, o Zot, të lavdëron kori I apostujve. Për tryezën e fjalës sate që apostujt na e përgatitën. e në të cilën ti na jep dritën dhe gëzimin, Ty, o Zot, të lavdëron kori I apostujve. Për kishën tënde të shenjtë të ndërtuar mbi apostuj. në të cilën të gjithë ne bëhemi një trup I vetëm, Ty, o Zot, të lavdëron kori I apostujve. Për pagzimin ton, të cilin u besove apostujve. dhe I cili në ne pastron prej të gjitha mëkateve. Ty, o Zot, të lavdëron kori I apostujve. Aty në që e në qiell u shejtroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na I jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtore tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga I keqi. Amen. Të lutemi. O hy, Ti e zgjodhe shën matin për të plotësuar kolegjiumin apostolik. Bëj që me ndërmjetësinë e Ti, pasi kemi pjesë në dashurinë Tënde, të kemi fatin të numrohemi ndër të zgjedhurit e Tu. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin Tënd, që me Ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë Hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju mëngjesorën e të shtunës java 4 e Pashkëve. Vazhdoni që ndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës. Një zëj krishtër në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë I jetës.